أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimullahu taala, libër në të cilin ky imam ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit udhëtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin e 80 me radhë që nga fillimi i librit, kapitulli i cili flet për detyrën dhe obligimin që ka individi musliman në respektin dhe bindjen të pushtetarit musliman kur ai nuk urdhëron në mëkat, dhe se i ndalohet bindja dhe respektin ndaj tij kur ai urdhëron në mëkat. Hadithi i parë në këtë kapitull, hadithi 663 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimullahu taala thot: "Wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: 'Ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa karih ila an yu'mara bi ma'siyatin فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه." Nërëfen Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: se cili individ musliman e ka detyrë dhe obligim të ndëgjon dhe t'i bindet pushtetarit musliman në gjërat që i don edhe në ato që nuk i don. Përveç se nëse urdhërohet në mëkat, nëse urdhërohet në mëkat, atëherë as e dëgjon e as i bindet atij. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij. Na jemi ndalë në këtë hadith në shumë stacione, mi mundu me dhonë mjaft porosi dhe mesazhe që dalin nga ky hadith, dhe edhe sot jemi tek pjesa e fjalimit të Ebu Bekrit radiallahu anhu në momenti kur ai u caktua si khalife i muslimanëve. E mbajti hutben e tij ku mes tjerave tha: "Ejuhen nas, o ju njerëz, fa inni qad wullitu aleikum wa lastu bi khairikum", ma kanë dhënë pushtetin mbi ju edhe pse jam më i miri se ju. "Fa in ahsantu fa ainuni wa in asa'tu faqawwimuni", nëse veproj mirë më ndihmoni, nëse gaboj më korrigjoni. "Asidqu amana wal kadhibu khiyana", vërtetësia, sinqeriteti është amanet, e gënjeshtra është tradhti. "Wad da'ifu fikum qawiyun indi hatta uriha alayhi haqqahu insha Allah", i dobti në mesin tuaj është i fuqishëm të unë derisa të marr hakun për te. "Wal qawiyu fikum da'ifun hatta akhidhu al-haqqa minhu insha Allah", dhe i fuqishmi të ju është i dopt të unë derisa të marr hakun prej tij që ka hakun njerëzve tjerë. Dhe pastaj tha: "La yad'a qawmun al-jihad fi sabilillah illa khadha lahum Allahu bi-dhull", gjë që një popull e braktis gjihadin fi sabilillah, Allahu ka me i tradhtu ata dhe ka me i poshtru ata. "Wala tashi'u al-fahishatu fi qawmin illa ammahum Allahu bil bala", dhe gjë që përhapet immoraliteti në një shoqëri, Allahu i ka plon ata me sprova, me bela. Dhe këtu metëm në mësimin e kaluam dhe vazhdoi dhe tha: "Ati'uni ma ata'tu Allaha wa rasulahu", më respektoni përderisa unë respektoj Allahun dhe pejgamberin e tij.
Kjo fjali, të cilin e tha Ebu Bekri radiallahu anhu, është në përputhje me atë ajet kuranor, të cilin e kemi përmend në fillimin e këtij kapitullit, ku Allahu dhu gjela thot, ja ju e ledhina amenu, atiu Allaha, wa atiu Rasula, wa ulil amri minkum. O ju besimtar, respektone Allahun dhe respektone pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të parët tuaj. Dhe aty, nëse ju kujtohet, e kemi dhënë sharimin se respekti i të parëve është i ndërlidhur me respektin ndaj Allahut, me respektin e tyre ndaj Allahut dhe respektin e tyre ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përderisa ata respektojnë Allahun dhe respektojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ngelet detyra jona mi respektu ata. Edhe kjo fjali është në përputhje me atë porosi kuranore. Ebu Bekri radiallahu anhu si i pari i musliman në këtë rast, tha, më respektoni përderisa unë respektoj Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa idha asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li aleikum, e nëse unë nuk respektoj Allahun apo rebelohem, kundërshtoj Allahun e madheshëm dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëra ju nuk e keni detyr me mu bind dhe me më respektu mu. Kjo fjali e fundit është ajo e cila është më rëndësi në shërimin e këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne jep mesazhin se raportet e shoqërisë muslimane me parin muslimane ndërtohen mbi këtë strumbullar, mbi këtë parim, mbi këtë bazë, që ata të udhëheqin popullin duke respektu urdhin e Allahut dhe duke respektu urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momenti që ata urdhërojnë në të mirë dhe urdhërojnë në bamirësi dhe urdhërojnë në vepra të dobishme, shoqëria muslimane ka detyrë dhe obligim me ndëgju ata. Mirë, por nëse ata prishen dhe dalin nga binarët dhe nuk i urdhërojnë njerëzit në të mirë, përkundrazi i urdhërojnë ata në të keqe dhe i nxisin ata në mëkat dhe i shtyjnë ata përpara drejt shfrenimit dhe degenerimit, atër ajo pari nuk meriton të respektohet në të pjesë. Edhe besimtari duhet me rezistu dhe me kundërshtu edhe me këshillu ata pushtetarë të cilët kanë darë për binarve dhe veprojnë kundër të më atë që kanë marrë këtë amanet. Ebu Bekri radiallahu anhu me këtë fjalim që e mbajti me njëherë pasi që e mori pushtetin ose pasi që ja dhanë pushtetin, e dha bërthamën e raportit të këtij si pushtetar me shoqërinë, e cila ndërtohet si që përmend më herët, domethënë. Ma kanë dhënë pushtetin se kam lip. Nuk jam më i miri për juve, po më kanë dhënë këtë amanet dhe përgjegjësi dhe unë e kam marrë. Nëse veproj mirë, më ndihmoni, sepse punët e mëdha nuk sosen vetë. Nëse gaboj, më korrigjoni. Pse? Sepse korrigjimin këtë botë është më i lehtë se korrigjimin në ahiret. Korrigjimin këtë botë ka mundësi me pas ndoshta turprim, ka mundësi me pas ndoshta nënshmim, ka mundësi me pas ndoshta keqardhje ose situatë pa këndshme të padëshirueshme, mirë, po kjo është më mirë se sa me lënë për në ahiret, kur korrigjimi aty bëhet me xhehenem, Allahu na ruaj. Pastaj përmendi bazën e raporteve, sinqeritetin dhe vërtetësinë. Muslimanët mes vete duhet me qenë sinqert, edhe fjalët që a thënë njëri tjetrit duhet të qenë vërteta, edhe sidomos nga pushtetari te populli, që ai me qenë i sinqert dhe mos me keq përdor pushtetin dhe me manipulu me popullin. Se ai që ka pushtetin, ai që ka pasurinë, ai që ka mediat, ai që ka gjyqësorin, sot shumë let e ka me manipulu me popullin. Shumë let ka mundësi me amush mendën atij se kjo nuk është e bardhë, po është ngjyrë ndryshe për të bardhës. Dhe se e zeza nuk është e zezë, po domthonë është ngjyrë tjetër për asaj që është e zeza. Mirë, po kjo gënjeshtër mundet me kalu një herë, mundet me kalu dy herë,
por në fund i del boja edhe merret vesh se është gënjeshtër. Dhe pra shkak tha gënjeshtër është tradhti, se në raportet mes pushtetarit dhe shoqërisë, kjo gënjeshtër që e promovon pushtetari, atëherë shndrohet në tradhtin dhe amanetit. Edhe amanetin që ka marrë nga Zoti, po edhe amanetin që ka marrë përballë njerëzve. Po edhe kundërta është e saktë. Po edhe njerëzit, nëse e përkrahin rrejnshëm atë, e japin votën, jo të bindur se ai e meriton, po thjesht për t'i dhënë përkraje nga friga prej pushtetit ti, apo nga interesi për të përfituar diçka nga kulaçi i pushtetit ti, edhe kjo është rrejnë në raport me ta dhe është tradhti. Edhe këto janë sfidat më të mëdha që i ka sot çdo musliman në vendin ku ai jeton. A e bën përkraje një opcionit politik i sinqert, i bindur se kjo është opcioni më i mirë i mundshëm në kohën dhe në thonat që jeton ai, apo e përzgjedh atë opcion politik vetëm për shkak se i shkon për shtati interesit të ngushtë të tij. Edhe sikur se kemi treguar vazhdimisht në gjithë të mësime, ligjërata edhe fjalime tjera, defekti më i madh i shoqërisë muslimane këtu te na është më ky element. Se raportet tona me pushtetin, raportet tona me politikën, nuk i ndërtojnë mbi parimin e sinqeritetit dhe vërtetësisë, po i ndërtojnë mbi parimin e gënjeshtrës dhe tradhtisë, kuptimin që interesi jem personal, interesi jem ekonomik, është i vetmi ai i cili më intereson dhe mbas të tij unë e ndërtoj raportin tem me këtë apo atë pushtet. Pastaj Ebu Bekri radiallahu anhu tregoi se në shoqëri nuk ka të fort edhe të dopt. I forti ekonomikisht, ai quhet oligarki, që ka pasuri, ka media, nuk ka peshë shoqërinë muslimane nëse ai i hin në hak njerëzve. Edhe pushtetari i vërtet është ai që mundohet me marr hakun e secilit të dopt nga secili i fortë. E jo të mot e kundërta siç ndodh sot, kur pushtetit e sotit e përkrahin oligarkun ka shi njeriu të thjeshtë të rëndomt dhe punëtori i thjeshtë, punëtori i krahut, ai pa përfillshme shoqëri ku njerëzit e merr hakun e vet, sepse ata që kanë parë, ata e kanë ndikimin, ata i kanë njerëzit, ata i kanë lidhjet, edhe ata përherdhanin fitimtar. Mirë po, pushtetari musliman nuk shkon me ta, por shkon me më dopt. E këtu, normalisht, logjika e politike sot është, nëse ti e karshi oligarkisë, edhe ti nuk i ndihmon ata në bizneset e tyre, ata mund të bëhen bashkë me të rrezull ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka promovuar të kundërtën, edhe për atë shkak feja islam është fe humane, edhe është fe e cila domethënë gëzon respekt të gjithë shtresat e shoqërisë, sepse oligarkia është një pjesë e vogël e shoqërisë. Pjesa më e madhe e shoqërisë janë njerëzit e rëndomt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Abghuni du'afa'akum." Mi sjellni, mi afroni të dobtit tuaj. Fa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Bi salatihim wa bi du'aihim, thotë mi sjellni të dobtit tuaj. Se a thua vallë ju fitoni dhe furnizoheni përveç se me namazin e të dobtive tuaj dhe lutje që i bëjnë ata. Andaj pjesa e dobtë e shoqërisë, ajo e pa përfillshme shoqëri, shtresa e rëndomt, e zakonshme, ata që s'kan shumë parë, ata që s'kan shumë pushtet, ata që s'kan shumë ndikim, ata që s'janë shumë njohshëm, janë më të rëndësishëm te Allahu Dhul Xhelal, pastaj te një pushtetar musliman sesa oligarshia. Ata që kanë parën, e kanë ndikimin, e kanë median, e kështu me radhë. Edhe pra shkak një pushtetar musliman i vërtet, i sinqert, i cili e ndërton pushtetin e tij mbi këto parime islame, populli i rëndomt ka me qenë përkrahja e tij, edhe ata kanë me qenë mbështetja e tij, dhe ata kanë me qenë sebepi i fitores së tij. Edhe në momentin që dikush e merr pushtetin, edhe fillon me ngrit veten dhe me u shkput nga masa e gjerë, ai veç fillon me e tradhtu amanetin e tij, edhe me fillu me e mos me e kuptu realitetin cilën ai është duke jetuar, sepse ata që kanë parën dhe ndikimin dhe mediat
ata ja përshkujnë dhe ajtetin si të në ata. Kjo është parimi tjetër. Dhe pastaj përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjihadin dhe imoralitetin, sikur që e sqaruam edhe dje, se me gjihad e mbron shtetin nga jashtë, me ndershmëri dhe moral e mbron shtetin nga mrenda. Edhe kur ka një shoqëri të homogenizuar me vlerat dhe parimet morale islame, dhe ka burra të cilat janë gatshëm me flu jetën për ta mbrojtur shtetin islam, shoqërinë muslimane, ata ai shtet ka me ecë përpara dhe ka mu zhvillu, ashtu sikur se ndodhi me qeverisjen e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili edhe nga mbrenda, edhe nga jashtë e mbrojti shtetin islam, të cilën ndërtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdoi me u zhvillu dhe me u rit edhe me përparue në thirrjen islame. Dhe pastaj erdhi tek fundi ajo që është baza e kësaj këshille, se respekti ndaj tij si halife e muslimanëve ndërlidhet me respektin e tij ndaj Allahut madhërisëm subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, shef në tash Abu Bekri radhiyallahu anhu tregon modestinë e tij dhe tregon sinqeritetin e tij dhe e tregon se e ka marrë seriozisht këtë amanet, e nëse unë nuk e respektoj Allahun e madhërisëm e as pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë s'keni borx ju me më respektu mu. E kjo fjali është pjesa më madhështore e këtij fjalimit, se një pushtetar asnjëherë nuk thotë sot, nëse unë e gaboj ju më korrigjoni, ose nëse unë nuk eci udhës së Allahut, ju mos më bindni mua. Përkundazi, ai çka do që bën, sado që gabon, mundohet ato mi kamuflu, ato mi mbulu, edhe në fund ai me darë se është i mirë, po na e kemi këtë shkuptu. Se ajo është meritor, po na, do më thonë, nuk ja hapna për krahin e duhur, se për ndryshe do ishte ma mirë e do bëheshte ma shumë, është më radhë, gjëra që i kanë zakon politikanët e sotit me tentu me i mashtru njerëzit me fjalët e tyre të ambla, përderisa veprat e tyre janë të ithta. Pushtetarët e muslimanëve sot, këtu te na dhe jashtë, do thot fatkesisht, shumica për tyre kanë dalë për këtyre binarve dhe asë nuk e kanë gale, asë nuk qajnë kokën, se a janë ata, do thot, duke fitu kënaqësinë e Allahut dhe duke shërby fenë Allahut dhe duke qenë në ndihmë të popullit që ata qeverisin, por atyre u intereson vetëm pushteti vet, mirëqenia e tyre dhe jetë gjatësia e pushtetit tyre dhe asgjë tjetër veç saj. Edhe këtu shihet dallimi i madh mes këtij halifes, këtij halifit të muslimanëve, këtij burrit të devotshëm e të ditur dhe që ja ka pa hajrin umeti islam dhe atyre që sot e kanë pushtetin e muslimanëve. Normalisht këtë fjalim na e sollëm për ta dhënë sqarimin e duhur në mënyrë praktike se si një pushtetar musliman nga vitet e hershme të islamit e ka tregu modelin e një pushtetari të mirë dhe të drejtë, të cilin model na duhet ta kemi parasysh vazhdimisht dhe ta ndjekim gjithmonë në jetën tonë, momente kur na duam që të qeverisemi për njerëzve të mirë dhe të shkon jeta jonë fetare edhe ajo e kësaj bote në drejtimin e duhur. Shekhi Ibn Uthejmini rahimullahu taala, kur flet për raportin mes popullit dhe pushtetarëve musliman, të cilët do thot herë urdhëjnë ka e mira, e herë e bëjnë të kundërtën, si do të mos sill, thot Shekhi Ibn Uthejmini rahimullahu taala, nëse Allahu dhu xhelal, thot Allahu subhanahu wa taala i ka nxitur besimtarët që do thot të merren për shembull me thirrjen drejt Allahu subhanahu wa taala. E nëse një pushtetar e ndalon dikën nga kjo detyrë dhe obligim që e ka, çfarë do të më bëj? Atë thot Sheikh Ibn Uthejmini rahimullahu taala, duke pas parasysh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inma ta'atu fil ma'ruf, respekti ndaj pushtetarit kërkohet në vepra të mira. Ai thot kështu: nëse një pushtetar i thot dikujt për muslimanëve, ti mos thirr për të Allahu, ti mos bën davet. Atëre ky individ duhet me shiku këtë punë
të davetit, a ka kush e bën dikush tjetër veç tij apo nuk ka? Nëse nuk ka kush e bën dikush tjetër veç tij, i ngelet detyrë dhe obligim farzi ajn që quhet këtij, atëherë ky njeri nuk duhet të respekton këtë kërkesë të këtij pushtetarit, po duhet të vazhdon me davetin, sepse daveti është obligim personal i tij karshi Allahut xhelal. Do të mirë po, nëse në atë vend ku ai jeton ka shumë hoxhallar tjerë, ka shumë davetxhi tjerë, të cilët e përmbushin obligimin e davetit, dhe nuk ngelet shoqëria keq nga daveti, atëherë ky njeri duhet me respektu atë urdhën, sepse domethënë nuk ngelet daveti keq. Shifne si sa bukur Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu e jep një zgjidhje mesatare mes kryerjes së obligimit personal edhe ruajtjes së stabilitetit shoqëror, për mos më ardh çështja deri te konflikti mes shoqërisë dhe pushtetit, kur pushteti do thotë sipas analizave të veta dikujt ja ndalon davetin dhe dikujt ja lejon davetin. Dhe këtë e merr si bazë një ndodhi që ka ndodhur në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, për cilën ndodhi tregon Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, thot ishim me Omerin radhiyallahu anhu në një udhtim. Edhe Ammari në këtë udhtim kur ra me flet u çun sabah junub, kishte nevojë me ula. Dhe të e pas parasysh që kanë qenë rrugë edhe në mungesë të kushteve, ai shkon shtrihet dhe sikur se shtrihen në rrotullohen kafshët, dhe me këtë gjë ai mendoi se e mori temumin edhe i mjafton kjo për me u fal edhe me kry obligimet e veta. Pastaj kur u kthinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tregon se çka ndodhi dhe si veproi Ammari. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ma kana yakfika an taqula bi yadika hakadha. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ke pas nevojë ke trupin tanti me e rrotullu për tokë për dheu, por kam mjaftu ty me i përplas shuplakat e tuja për dheu dhe me marti e mumin siç merret, domethënë i përplas durt për tokë dhe i fërkon durt dhe i përplas durt për tokë dhe i fërkon fytyrën. Kjo është mesela fikore, pastaj ai fërkon vetëm shuplakat e durve apo deri në mbyll siç është në mëdhëbi Imam Abu Hanifes, edhe i përplas dy herë shuplakat për tokë, një herë për t'i fërku durt edhe një herë për t'a fërku fytyrën. Janë mesele që i kemi sqaruar në meselet e fikut dhe i sqarojnë hoxhallarët vazhdimisht. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshiroi të tregoj Ammarit se kjo që ke bë është gabim dhe se mjafton ty me, do thotë, me i fërku durt edhe fytyrën, ashtu siç merret temumi në mungesë të ujit. Pastaj kur ndodhi masi vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe vdiq Abu Bekri radhiyallahu anhu, e ardh xhilafeti i Omerit radhiyallahu anhu, filloi Ammari me tregu këtë ndodhi që i ka ndodhur Ammarit, do thot në atë udhtimin me Omer radhiyallahu anhu dhe korrigjimin që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur filloi me përhap këtë ndodhi, Ammari e thiri Omeri radhiyallahu anhu dhe i tha Ammarit, kejfe tuhaddithu bi hadha alhadith? Pse e tregon këtë muhabet në këtë formë? Pse? Sepse Omer radhiyallahu anhu mendoi se për gjunubin nuk ka tejemum. Domethënë gjunubi o lat o pret kohën për mula, ama me tejemum nuk ka përcehet. Dhe se tejemumi është vetëm për pastërtinë e vogël dhe jo për gjunublukun. Mirë po, atëherë Ammari i tha, ja emir el mu'minin, o i pari besimtarve, ema tadhkuru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kadha wa kadha, an nuk kujtohet se kur u kthim nga udhëtimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha këtë edhe këtë, si duket Omeri radhiyallahu anhu kishte haru këtë ndërhyrje dhe këtë sqarim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shihni tani çka i tha Ammari Omerit radhiyallahu anhu. Ja emir el mu'minin, in shi'ta bima ja'ala Allahu laka alayya min at-ta'a an la uhadditha bihi. O emir i muslimanëve, nëse ti mendon se unë nuk duhet me tregu këtë dituri për shkak se kam obligim me të bindi ty, unë nuk e tregoj këtë dituri. Mirë po,
Tha Omeri, la nuellike ma te wellejt, jo, tha ti atë që e din, për hape edhe të regoje, do thot dhe mos e fshef diturin që ti e ki. Pra, ajo që është dëshmia që të cilën e merr Sheh Ibn Uthaymeen rahimahullahu taala, këtë mesela është kjo fjalia e Ammarit. Nëse ti ma ndalon me tregu këtë gjë, nëse tregoj se kam obligim me të respektu. Mirë po, këtu dërshesh edhe do thot drejtësia e Omerit radhiyallahu anhu dhe kujdesi i tij për mu përhap dituria e dobishme, pa marr parasysh Omeri a e din apo nuk e din, e ka marrë mend apo e ka haru një mesele fikore si kjo. Dhe normalisht pushtetarët e drejt, pushtetarët e mirë nuk e pengojnë njeriu në shërbimin e fesë. Ata e organizojnë, e orientojnë, e menaxhojnë, ama nuk e pengojnë. Por ka njerëz të cilët e keq përdorin lirin edhe vense me bodavet bëjnë fitne, si shka ndodhë kalumen edhe sot në botën islame për njerëzve që janë fitnexhi, po ka dhe pushtetarë të cilëve u pengon shërbimi islami dhe daveti njerëzve në fenë Allahu Xhelal, sepse aq sa më shumë rritet fetaria e njerëzve, aq i bëhet presion atij pushtetari për me i paksu gabimet dhe gjunahat që bëhen në pushtetin e tij. Dhe duke pas parasysh dhe thot këto elemente, na si besimtar e kemi të qartë një gjë, se raporti jon me pushtetarët tonë ndërtohet mbi këtë parimin e respektimit të fjalës së Allahut Dhu Xhelal dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të gjithë na ata si pushtetar edhe na si shoqëri duhet më mundue me qenë në shërbimin e ngritjes së fjalës Zotit. Atëherë Allahu lëshon harmoni mes popullit dhe shoqërisë, lëshon bereqetin e vet dhe e ndihmon dhe e zhvillon atë vend dhe të gjithë ata bëhen domethënë në shërbim të kauzës. Përndryshe, nëse shtohet zullumi nga pushtetarët dhe përkraja e popullit të atij zullumi apo rebelimi i paorganizuar sipas rregullave islame, atëherë Allahu Dhu Xhelal e lëshon hidhrimin e tij mbi atë shoqëri, edhe sikur se janë të sigurt, edhe në rahati, edhe në bollok, Allahu wa merr sigurin, wa merr rahatin, wa merr bollokun dhe u zaventson gjendjen e mirë me gjendje të keqe. Edhe kundërta është e kundërt. Nëse një popull i kthehet besimit, i kthehet vlerave morale, jeton me Islamin dhe për Islamin, Allahu u largon pa sigurin dhe u zaventson me siguri. Mungesën e rahatis u zaventson me rahati, mungesën e bollokut u zaventson me bollok. Kjo vllazni nuk është vetëm se këshill për pushtetarin dhe shoqërinë, po secili në veten e tij, familjen e tij, në vendin e punës të tij, në organizatën e tij, në kompaninë e tij, duhet mi pas parasysh këto rregulla. Nëse ai si drejtor i kompanisë të tij punon me drejtësi dhe mundohet mi përmbush obligimet karshit Zotit dhe me punu, do thot me halal, Allahu ka mjashtu bereqetin, ka mjashtu përparimin dhe zhvillimin atij në kompaninë e tij, në xhaminë e tij, në organizatën e tij, ku do qoftë ai, edhe kundërt është e kundërt. Nëse ai nuk e ka gale rregullat e fesë, nuk e ka gale halalin dhe haramin, hakun e huaj, atëherë Allahu i madhëshëm ashtu sikur si ka dhënë sukses dhe bereqet kalumen, ja merr as sukses dhe bereqet edhe pate. Andaj të gjithë njerëzit në raport me pushtetin janë të këtillë. Nëse njerëzit bëhen të mirë dhe pranojnë të mirën nga pushtetarët dhe e refuzojnë të keqen, Allahu Dhu Xhelal e përmirëson gjendjen e asaj shoqërie derisa të sjellë pushtetar më të mirë se ato që i kanë. Nëse populli i nështrohet presionit të pushtetarëve dhe fillon edhe prishet, atër i shtohet zullumi i pushtetarëve atyve njerëzve. Pse sikur se ka ardhur në atë porosi që përmendin ulemat, nuk është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është përshkrim i realitetit. Kema tekunu yuwalla aleikum. Si të jeni, ashtu i keni pushtetarët. Andaj të gjitha situatat, shoqëria është bazë e zhvillimit të një shteti. Nëse ajo shoqëri është e gjallë dhe fort
dhe stabile, vjen edhe një pushtet i gjallë, i fort edhe stabil. Edhe kundët është e kundët. Ta shikosh ka mundësi me thonë hoxha, po nëse pushteti është zullumqar, të pengon procesin e përmirësimit. Po, është e vërtet se sot pushtetet zullumqare i pengojnë të gjitha proceset reformuese shtetit tyre. Mirë po, procesi fillon nga individi, kalon tek familja, pastaj fillon bëhet edhe realitet shoqëror. E nuk mund është ti me ndryshu shoqërinë nëse ti nuk e ndryshon vetveten. Edhe shembulli më i thjeshtë është namazi i sabahut. Ti nuk mund është me bind shokun tan, vllaun tan, babën tan, fëmijën tan me dalë sabah në xhami, nëse vetë nuk del në xhami. Ama nëse del ti vetë në xhami, shumë ma let e ki me bind shokun tan, vllaun tan, fëmijën tan me dalë në xhami në sabah. Edhe andaj fillon procesi ndryshimit tek individi dhe pastaj krijon rrethana për zhvillim të familjes, krijon rrethana për zhvillim të shoqërisë, edhe nëse shtohet zhvillimi pozitiv i shoqërisë, pushtetarët patjetër kanë me marr mesazhin dhe kanë me përmirësu veten, ose Allahu ka me i largu qafës ata dhe ka me i sjell muslimanëve pushtetar edhe më të mirë. Pra këto janë këshillat dhe porositë e fundit që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, megjithse e kemi zgjat, do të ndoshta është për haditheve që na ka marrë më shumë mezhlisë se shumë hadithe tjera, por besoj që janë këshilla dhe porositë të dobishme për të reflektuar edhe për realitetet tona, duke u nisë nga ajo e kalume e vjetër historike, edhe duke reflektuar në realitetet tona në një kombinim inshallah të dobishëm për gjithë na që flasim dhe ju që dëgjojmë. E inshallah në dersën e ardhshëm vazhdojmë me hadithin e dytë. Në këtë kapitull ka 11 hadithe, disa janë përsërituna, po sidoqoftë kena me kalu edhe shumë ditë edhe shumë mezhlise duke i lexuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke marrë mësimet dhe porositë e duhura prej tyre, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu të na jap dije të dobishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë mezhlis të xhairit për të lexuar dhe për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun e Madhëshëm që na bashkon me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.